Keni kujdes, jo për të gjithë bën mirë parakia, kush ka kolit nuk bën mirë konsumu. Para njerëz, i këgjon, nuk e kam ditë, por gjithsesi para se me fillu me përdor një produkt, në këtë rast parat e kijave, që janë këtë gjë natyrale, duhet të pyet mjekun, por besoj që njëri e din qa është alergjik, qa ka alergji. Janë të përdor produkte, pa pyet mjekun, pa janë të i sugjeru produkte të certifikuara, produkte certifiku me kohë, cili shteti certifikan produktet e dobësimit, pluna, ku janë, produkte që certifikuan nga Ministria e Shëndetësisë Italiane. Pritet, zat me kënë gjenë farmacia të produkte, po gjenë vetëm në internet. Ata i këshillojnë edhe po pyet mjekun. Ata i këshillojnë edhe po pyet mjekun, parat e kijave, në qoftë se dikush është alergjik ose diçka, duhet ta dinë, ose duhet të pyet mjekun. Për njët edhe dieta janë personalizume, por as dieta nuk funksionon por nuk ece. Nuk funksionon por nuk bën e pi aktivitet fizik, ndeq palestër, ndeq ecje, ndeq vrap, ndeq bicikletë, si t'ju marrë mendja ju, si t'jeni ju më komod. Por jo produktet e dobësimit, jo, sepse ata i këshillojnë edhe po pyet mjekun. Edhe parat e kive, shumë mirë gazojnë, me pyet doktorin, në këtë rast edhe mjeku i familjes të dikten, sepse shef analizat e gjakut. Edhe te nutricionisti, ose nutricionistja, shkohet me analizat e gjakut, kur kanë analizat e gjakut e, për me të bëhet dietën e personalizume. Unë kam dietën e personalizume, se buja nga fibromialgjia, edhe unë nuk mundu me dhënë dietën kujt. Vetëm tham gjanat bazë, unë ka dhënë 2 litra ujë në ditë, më ka dhënë pijet me gaz, absolutisht, eliminim komplet, Coca-Cola, Fanta, tosh komplet i kam eliminu, pijet energjike, pak, vetëm ujë. Edhe ecje, unë e kam pju me gjysë oret, kur kam kja 100 kg, bëj edhe 1 orë gjysë 2 orë ecje në ditë. Kja është, asë gjo ma tepër.